I haven't seen the final recommendations yet. I don't know if they came out. Në fakt, do doja t'ju thoya që unë nuk e di nëse kanë dalë rekomandimet përfundimtare, nuk e di nëse kanë dalë ndërkohë që unë jam këtu, por nuk I di. Por natyrisht që kam parë rekomandimet paraprake. Rekomandimet paraprake dhe ka patur gjithashtu dhe një deklaratë shumë të qartë nga Brukseli. Ka patur një deklaratë shumë të qartë dhe është një element të cilin unë dua ta përmend dhe kam shumë kryesor, siç e ka thënë edhe përfaqësuesja e lartë Kallas, edhe komisionerja Kos. Është koha tashmë që qeveria shqiptare por dhe parlamenti, sepse është parlamenti që pastaj miraton, të miratojë një reformë gjithë përfshirëse zgjedhore e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara dhe të tashme nga OSBE Odiri. Dhe në fakt, edhe në lidhje me rezultatin, është një rezultat që jep një përgjegjësi jashtëmase të madhe qeverisë shqiptare që të ndërmarrë, pra ta kryej këtë reformë kaq të gjerë dhe patjetër sepse I ka numrat. Dhe nga ana tjetër është dhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugtim për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Zona ambasador. Mr. Ambassador. Shqip. Ai plotësuan standardet këto zgjedhje? Did these elections meet the standards? It's not for me to say. I mean, you just have to read the OSCE or the recommendations. They praise the electoral administration, the way in which the elections were run, but they also highlight a number of issues, as you know. The use of public resources, some pressure on voters, etc. That's why I put the emphasis on the need to address these recommendations and make sure that the next elections are done in the framework of a reformed electoral law. Atëre, në raport me atë çfarë thatë, domethënë, kemi një raport, pra unë di ta them që një raport ose OSBE Odirit, I cili ju jep pjesën, domethënë ju jep përfundimin, pra si kanë qenë këto zgjedhje, ndërkohë që I kanë njohur me standarde dhe ndërkohë që përmendin dhe çështje të cilat kanë qenë për shembull ndoshta përdorimi I burimeve publike por administrimi I zgjedhjeve është përgëzuar si I tillë, pra. Kështu që nga raporti OSBE Odirit, ndaj po them që dhe ndaj e vendos theksin që kjo është diçka e cila duhet trajtuar nëpërmjet një reforme gjithëpërfshirëse në të ardhmen.